Leximi i ditës. Ungjilli Lukës, kapitulli 8. Vargu kyç. Ajo që ra në tokë të mirë janë ata që, mbasi e dëgjojnë fjalën me zemër të ndershme dhe të mirë, e mbajnë fort dhe japin fryt me anë të qëndresës. Shpjegimi. Kapitulli 8 është thelbësor për ta kuptuar suksesin e fjalës së Zotit. Jezusi shpjegon parabolën e mbjellësit, duke treguar se dëgjimi i fjalës nuk mjafton. Rëndësi ka si e presim atë, me zemër të fortë, me zemër të shkurtër, e mbytur nga shqetësimet, ose me qëndresë dhe sinqeritet. Më pas ai tregon autoritetin e tij mbi stuhitë e jetës dhe vdekjes. Vajza e Jairit, duke konfirmuar se ai mund të bëjë fjalën e tij të vërtetë në jetën tonë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 8. O Zot Jezus, unë rrëfej që zemra ime shpesh është si shtegu, shkembi ose ferrishtja, e mbushur me shqetësime dhe mendime të pafrytshme. Faleminderit që ti mbjell fjalën tënde me besnikëri. Më pastro dhe më bëj tokë të mirë që ta dëgjoj fjalën tënde me zemër të ndershme dhe ta mbaj atë fort. Të lutem që të sos stuhitë dhe trazirat në jetën time. Më jep hirin tënd që të jap fryt me anë të qëndresës deri në fund. Amen.